Përshëndetje, faleminderit që po i përcjellni këto seanca maraton që po ndodhen të organizuar nga lëvizja vetëvendosje. Ajo çfarë po ndodh vërtet është përkeqësardhje, e thanë edhe parafolësit, është shkelje ligjore, është shkelje kushtetuese, është shkelje rregullore së Kuvendit të Kosovës, mënyra e ndryshimit të votimit. Dhe ajo çfarë po ndodh tash po kërkojmë votë për formimin e një komisioni, ndërsa nuk kemi emrin e kandidatit. Çdo herë kur propozohet qoftë në për borda apo në për agjencione, fillimisht vijnë emrat e kandidatëve dhe më pas ne e dim se për çka po formohet ai komision. Këtë radhë na nuk e dim se për cilën kandidat po formohet ky komision dhe po procedohet. Nuk i kanë votat për formimin e këtij komisionit, nuk i kanë votat për lojërat e tyre politike që po i bëjnë. Dhe nëse nuk ndryshon qasje, kështu do të vazhdojnë dhe po është televizës vetëvendosje. Të janë taktika televizës vetëvendosje që po keqpërdorin pozitën e kryesuesit, sepse është zoti Dehari i cili është televizës vetëvendosje dhe i Gjori po punon sipas skenarëve të televizës vetëvendosje. Faleminderit. Zoti Haradinaj ka pas agjendat e tij personale dhe tash si kryetari një partie politike nuk mund ka 48 orë vit që ndroj kështu duke pas edhe agjendat e tjera. Kjo ka qenë arsyeja që e ka lëshuar sallën për shkak të agjendave, ndërsa për ndryshimin e emrit duhet lëvizja vetëvendosje të ndryshojë, ta deklarojë ndryshimin e kandidatit dhe jo të merret me maskarade të tilla që fillimisht formohet komisioni dhe me pas dikush prej lëvizjes vetëvendosje të del dhe të propozoj kandidatin për kryeparlamentar. Ne në fakt edhe nëse formohet komisioni, ne nuk e dim se për cilën kandidat po formohet komisioni, sepse po e shihni që s'po bëhet publike. Kjo është një taktikë e lëvizjes vetëvendosje në mënyrë që të mos thuhet që Albolena Haxhiu dështoi për të 10-ën herë për të bërë kryeparlamentar, por në fakt është i njëjti emër, sepse po të kishin pas emër tjerë, do e kishin propozuar dhe do e kishin deklaruar para seancës plenare. Faleminderit.